Jemi të vetëdijshëm që Artana në atë periudhë në shekullin e 13 dhe 14 nuk është quajtur Novobër. Është quajtur Novomonte, Monte edhe emra të tjerë, do të me emra perëndimor nga vendorët është quajtur malet e Argjentinës, Artan, që ne e quajmë sot. Pastaj ka burime edhe për princin Lazarin. Ka vetë nga banorët e Artanës që thonë se ka lindë në për Lepnicë. Ne tash hasim burime të ndryshme, jo ka lindë në pjesën qendrore të Serbisë. Kemi shumë do të kontradita mes shkrimeve. Një realitet tjetër që është, ne duhet t'i dim, për shembull, se kush ishte Mara? Gruaja kujna ishte, e Muratit. Pastaj, Sultan Mehmet Fatihu. Ishte një familje me Brankoviqet. Po, Brankoviqet kemi edhe burime tjera tash. Kemi për shembull një doktorat të vitit 1965, Leontije Pavlović, doktoron për shembull, me figurat e ndryshme të kultit serb dhe maqedon dhe shkruan. Madje për Gjorgje Brankoviqin shkruan saktësisht kështu. Lindi në Shqipëri, femirinë e kaloi në Itali, si hungares që ishte bëhet despot serb, po si hungares kur lindi në Shqipëri. Janë burime këto, janë libra të botuara në shkrimin cirilic pastaj. Ne jemi të obliguar që këto t'i ndriqojmë, t'i qesëm për opinionin. Vlajeti Vëllk nuk ishte më origjinë slave, vetë rasia, nuk përmendet emri serb në mesjet, ne duhet ta dim të gjithë. Po dhe nëse përmendet kush ishin serbët, ishin kategoria më e ulë sociale një shoqërie. Do thotë që ishin thjesht më pak të drejta kishin se sa vllahet që ishin mbaritor. E atëherë bëjmë një pyetje logjike, si është e mundshme që një shërptor të jetë mbret? Do të vinë kundërshtim me logjikën e shnosh, me parimet qytetare, njerëzore dhe intelektuale. Ne duhet i shohim në proces se si kanë shkuar ngjarjet më vonë. Nuk ka qenë do thotë rasia e shtrirë, ka burime, kam literaturë në gjuhën serbokrate që shkruan se kur ata se kanë pas qytetin e Nishit. Në shekullin e 13 e 14 e kanë fjalën. Atëherë ku jemi na dhe ku ishim ne, që sa vite për shembull që nuk kemi interesu fare për Nishin. Po kush ishte Nishi? Kush ishin ata perandor për shembull Dardan që e banën ranin e ri qytetërues botror që ende mbizotron te ne. Dhe ne nuk bëjmë asgjë për Nishin. Nuk bëjmë asgjë për Konstantinin, nuk bëjmë asgjë për Shën Helenën, nuk bëjmë asgjë për Nike Dardanin që krejt bota e ka në programe mësimore. Përse shqiptarët ishin të rrëshuar ose arbrit në atë kohë, princerit kundër pranërisë osmane? Po natyrisht që ata nuk pranonin një kulturë tjetër. Natyrisht ka qenë mbrojtja e territorit, ishte një koalicion të gjitha atyne principatave të quajmë për shembull në atë periudhë që ishin, do thotë, kundër mbrojtjes së territoreve, mbrojtjes së kulturës së krishterë. Na mos harrojmë se përpara për shembull kemi mbrojtjen e kulturës së krishterëve. Natyrisht edhe ajo ka ndodhur, se kemi anxhënit, na kemi kryqëzata që janë zhvilluar 2 shekuj më herët. Për shembull që ato kaluan për trevën tonë. Pastaj ka edhe mendime edhe burime se minierat e Artanës kanë punuar me kapacitet plot, ato prej periudhës Dardane, prej mbretërisë Dardane, ndoshta edhe më herët. Metalet janë të shpikun edhe më herët në territorin e Dardanisë. Dhe nuk mund na të gjitha tash të pranojmë se erdhën slavet, erdhën të pagzuar, për shembull dhe u pagzuan në shekullin e 10-11 atje dhe ta bartin kulturën e krishterë në Evropë. Do të është defekti të ne shqiptarët, ne duhet të zgjohemi në këtë aspekt. Ose të ne për shembull që ta pranojmë se origjina jonë vjen prej shekullit 17-18 se na kanë pru Osmanet, si ka dhe kësi mendime që thonë ata. Tash ne kemi argumente tjera shkencore. Faktikisht e marrim botimin që është botuar në Sarajevo në vitin 1952 apo 54, nuk jam i sigurt, votimet e Evlia Çelebiut. Dhe ai shkruan për shembull të gjitha rrjedhat e prockave që rrjedhin nga qyteti Artanës zburojnë në Albani, faktikisht e qunë Shqipëri, territorin. Pastaj e kemi Dardani. Ne kemi fjalën për shembull për një periudhë ku veç del sinonimi arbër. Do thot në mesjet, do të e qunë Albani. Po ngjashëm me shkruan për shembull edhe për lumin Lem, thot buron në Albani, në qytetin e Plavës. Do ja sot ku jemi.
Ku jemi? Sot jemi për shembull Shqipëri ishte dikur Plava, Shqipëri ishte Leskovci, kemi edhe Tehani edhe këto pjesë, sot e kemi kontest Mitrovicën.